Urdhri operativ ZCU e gjykonte zonën e gjirit të Sarandës pa mina detare të pastruar, pasi vetë britanikët e kishin pastruar këtë gjë përpara disa muajve. Më 15 tetor 46, siç u thash, përfundoi konferenca e paqes në Paris dhe më 18 tetor 46 dy peshkarezha jugoslave të quajtura Mljet dhe Meljine, të përshtatura si mina pastruese të llojit Malinska, lanë portin e Shibenikut në Dalmacinë qendrore të Jugosllavisë me drejtimin për në jug. Aty ato kishin ngarkesa secila nga këto 15 minat gjermane të llojit MC quheshin gjermanisht, ose britanikët i quanin me akronimin GY. Të dyja peshkarexhat kaluan dhe qëndruan në ishullin e Sazanit, ku aty u ngarkuan hipën dy personalitetet shqiptare të marinës dhe që ishin përkatësisht kapiteni pari flotës luftarake shqiptare Abdi Mati, si dhe komandanti i ishullit Sazanit Mevlan Dervishi. Pasi peshkarexhat jugoslave